Miqdashur, u rikthyem në studio tashmë me rubrikën Shneta, ashtu siç e paralajmëruam edhe më herët, do të flasim për kapsulën endoskospike. Me neve në studio është doktor Fadel Sherifi, gastrohepatolog. Mirëmëngjesi. Doktor, kënaqësi që ju kemi sot në studio. Atëherë, fillimisht për gjithë shikuesit, ata të gjithë që nuk e kanë të qartë, çka është kapsula endoskospike dhe si funksionon ajo? Unë fillimisht ju përshëndes juve, stafin, shikuesit, falenderoj për ftesën. Emisionet e tilla janë me shikueshmëri shumë të madhe, di që televizioni ka rol të madh, karakter të madh, edukativ, informativ, eksplanator. Prandaj domethënë emisionet e tilla ndikojnë në masë, pacienti informohet, si të informohet, merr mesazhet kryesore, e parandalon smundjen ose zbulon herët, dhe kjo është arsyeja pse dhe bëjmë këto emisione. Ne kemi pas shumë interviste edhe përpara për këto endoskopin, pastaj për kapsullën gastroenterologjike të tjera. Në Spitalin Amerikan dy fjalë, pra ne bëjmë ose kemi kabinetin e sonografisë, kemi kabinetin e endoskopisë, aty çdo ditë realizohen edhe gastroskopi, edhe diagnostike, edhe intervente, po ashtu edhe kolonoskopit. E një prej tyre është edhe kapsulondoskopia si inovacion, si diçka e re që përpara nuk e kemi pas. Po. Edhe në studime të parshme kur kam mësuar për kapsulondoskopisë, kjo është zbuluar në vitin 1999, ndërsa 2001 është vendosur me përdor në spitalet e ndryshme, edhe spitali jonë ka atë pillkamin. Çka është kjo kapsullë? Pra kapsulla është sikur një tabletë e vogël, kapsulla që pim për ditë. Endo është me pa nga brenda, skopi është me pa. Pra me anë të kësaj kapsullës që e diskutohet, ajo këllditet, hyn në trupin ton, regjistrojnë imazhet, këtë ato imazhe grumbullohen, vendosen në kompjuter dhe ne shikojmë për qëllime edhe diagnostike edhe terapeutike. Çka ndodh se në rast se pacienti ose në momenti kur e gëlltit kapsulën? Tash gjithmonë këto dividohen në 3 periudha, në 3 faza. Faza e parë është pre-kapsulondoskopike, gjatë procedurës dhe post. Unë isha ndan 3 faza. Faza e parë është gjithmonë pacienti u përgatit. Pra se përgatit gjithmonë bëhet një anamnezë, një klinik, gjithmonë viti pacienti pse bën këto. Ai në disa arsye pse bëhet ajo. Pastaj vjen pacienti dhe përgatitet. Përgatitja është e thjeshtë, sikurse këto për kolonoskopi, mirët ato 4 litra Fatrans, mirët një 4 kapsula Spomisan, Naimidilax, dhe në ditë vjen ora 9 për shembull, ora 10 zakonisht, dhe pacienti gjatë me pas me një familjar se dikon që shohet, jepet një gotë ujë, pihet ajo kapsulondoskopike, pritet një 15 minuta, pastaj gjatë asaj kohe një 4 orë nuk bën me marr ujë. Pastaj merr ujë, kurse më një 7 orë guxon me marr edhe ushqimin. Kur bëhet zakonisht 2-3 ditë ajo del kapsula dhe pastaj puna e mjekut e dorëzojnë familjarët ose pacienti atë kapsullë, ne marrëm atë kapsullë dhe pastrojmë dhe vendosen në pajisje që quhet pajisje për me lexu këtë kapsullë. Ajo kapsulla ka një software, ka një program, edhe ai program domon ka shumë se në një pyetje është edhe e shfrytzuar për me inteligjencë artificiale. Edhe diagnozat që kemi aty shumë shpesh ajo na tregon çka. Ne po na shikojmë një diku ndoshta 30.000 imazhe, që nuk është lehtë për mjekun, kanë më shkuar pak më shpejt, dhe ato kur imazhet kryesore i marrim, i regjistrojmë dhe pastaj i shikojmë 3-4 herë, 5-6 herë, derisa dinë diagnozë diferenciale. Prandaj po them që është një metodë mjaft e mirë, metodë e sigurt, një metodë jo invazive, një metodë që njerëzit e dojnë krejt, sepse shumë se ne zbulojmë, pa dëmtuar pacientin. Krejt pacientët kur vinë kur e bën një diagnozë a ka dhimbje, që shumë rëndësishme, kjo s'ka dhimbje, a është e sigurt, kjo është e sigurt, a është invazive, po, a ka nevojë anestezion, kjo s'ka nevojë, prandaj me vërtet ka shumë benefite, shumë të mira, ka me vërtet kjo ka shumë është revolucion në endoskopi. Cilat duhet jenë simptomat e pacientit në mënyrë që i sugjerohet që të bëhet kjo kapsulë? Ato quhen arsye, ato indikacione pse këtë janë pacienti. Janë disa arsye pse bëhet kjo. Arsye, ju që thatë arsye anamnestike klinike, pastaj kemi arsye laboratorike, kemi arsye radiologjike. Hajde nisim prej parës, ju thatë. Nëse pacienti ka dhimbje barkut pas pjegume, nëse pacienti ka barkçitje të shpeshta, nëse pacienti ka kapslëk, ka një gjakdera të paspjegume, për shembull ai po del bëhet anemik, ne nuk e dim pse. Totonim anemik që 2-3 vjet ka bu gastroskopi, ka bu kolonoskopi, nuk është zbulu. Atëherë indikohet me bë edhe një kapsulondoskopi. Po pse ne e bëjmë këtë? Po pse nuk e bëjmë për lukth? Për lukth mund të bëhet, por nuk është efekti shumë i madh. Ç'është e përdor trash? Efekti më i madh, rezultatet më të mëdha arrin kur ekzaminohet zora e holl. Zora e holl nuk mund të arrit me gastroskop, ose vetëm pjesë e parë duhet denit, me kolonoskop vetëm një pjesë e lumit, prandaj përmetet disa metra zor pa u eksploru, pa u vrejt. Prandaj me kapsulondoskopi, me regjistrimin e imazheve, ne e shohim luminin, e shohim mukozën dhe shohim përmbajtjen. To 3 kategori. Çfarë shohim mukozë? A ka skuqje, hiperemi? A ka gryme, erozion? A ka defekte, ulceracion? A ka polip, prekanceroz apo edhe ka tumor? Ose ka lezion vaskular, në displazion, prandaj po gjaktet ato. Ose arsye të laboratorike. Pacienti shku në laborator ka bën një FOB test. Ai tregon se ka pak gjak në jashtëqitje, po sasi mikroskopike.
Ai pehu, po bëhet anemik. Dhe vjen te na, ne e ndikojmë atë, ai merr po dhe tregon a ka ne lezën vaskulare, ka ne ngjaku që po gjakdem dhe cilet po shkakton. Dy sar kemi zbuluar këto. Dhe arsye radiologjike pse? Pasi ka bën CT, ka bën rezonancë, ka ne trashë zor të holl. Nuk po mund të arrit gastroskopi, atëherë futet me këtë kapsull, po dhe më shumë e thjeshtë, është e mirë, është e lirë, po është një masigur sa këto tabletet që i marrim, mund të përdoren edhe fëmijët, edhe nuk ka rrezatim me kështu me radhë, prandaj të mirat e saj janë me vërtet shumë të mëdha. Mirë po, a është e përshtatshme pra kjo për gjithë pacientët? Po, apo ka ndoshta nga ata që nuk i... Gjithmonë për një procedurë për të bërë, dhe du me pas një indikacion. Gjithmonë për të bërë një procedurë me pas arsye pse bëhet. Dhe argju metoda tjera para se marrë jo. Kur nuk bëhet kapsullën endosskopike pa marrë një anamnezë, pa bërë një klinik, pa bërë një laborator më thjeshtë, pa bërë një ultrazak. Këto janë elementare. Kjo sikur shpik që ka themelin, ka mund. Pra do të kaluar një disa kontrolle. Prandaj themi këto algoritmat. Çka janë algoritmat? Janë hallkat, janë hapat që ne ndjekim për me shku dikun, për me arritë të diagnozë. Nuk bëhet kapsullën endosskopike marrë se me bën një kapsullën endoskopi, nuk ka mundësi ashtu. Sa ato ne marr pe Gjermanisë du me bëj, po nuk ti marr edhe pe Amerikë, nuk bëhet ajo ashtu. Do të bëj gjithmonë në farë shkallë. Pa hemogramin, biokimia, anamneza, klinika, kreta ato nëse bë, ndoshta bëhet edhe gastroskopia, kolonoskopia, e atëherë bëhet kjo ashtu. Por nëse e bëhet këtu, atëherë kjo ka ato ne themi kufizimet e veta, se me këtë s'mund të bësh biopsi. Ti s'mund me hinë në zor të holla dhe me fry zor me kapsullën endosskopi. S'mund të bësh intervenime. Prandaj po them kur bëhet kjo gjithmonë pas një arsye pse bëhet, nëse pacienti ka kryer këtë shkallë përpara, e atëherë kjo natyrisht ka arsye të vetë pse. Po sa i sigurt ose është krahasuar ndoshta me metoda klasike? Po më se është e sigurt pse? Pse nuk është invazive, se këtu nuk është glyp që mundu me hi, këtu është një kapsullë e vogël, gëlditin gati, edhe pacientët vetëm që kanë shumë problem gëlditje. Sa që ka mundësi me gëldit ai shkon te poshtë, nuk e ka problem. E çka është limitacioni i saj? Limitacioni i saj është se kjo nëse ka pati në stenozë, në ngushtim diku. Kjo mund të bëhet diku në traktin gastrointestinal. Në zor të holla, në zor trasha diku në stenozë ose në zgjenim, divertikulum. E atë është rreziku. Sepse kjo ndodh shumë rrallë, por sa po them mjeku gjithmonë e përcakton përpara rrezikun, që rreziku të jetë i vogël, po benefiti të jetë i madh. Kjo është edhe arsyeja. Në cilat raste kapsula e zëvendëson endoskopin klasike? Ato klasiket kanë indikacione të mëdha, kanë edhe diagnostike dhe terapeutike. Për shembull, bëni gastroskopi është metoda e artë, golden method, për me të treguar luksin, ezofagun dhe dërin. Çështë është kolonoskopia te zora trash. Por kur këto dy metoda nuk po mund të arrijnë zor të holl, e atëherë kemi një metodë alternative, një metodë tjetër, një rrugë tjetër për shkutje diagnoza, e kjo është pra kapsullë endoskopia. Po cilat janë reagimet e pacientëve në këtë rast? Kanë frikë apo kanë dilema? Po tash shiko, tash janë dy lloj pacientë. Ata thotë që doin me botat për shkak të bëni kapsullë endoskopi, e do të bëj as gastrokolon. Manë men kapsullë endoskopia nuk e zëvendëson gastroskopin dhe kolonoskopin. Për shembull, ata që më vinin kështu, ata jo. S'mund ta zëvendësoj kolonoskopin në një kapsullë endoskopike, sepse me kolonoskop ne hym e frym e zonëm luminin, e marrëm biopsin, bëjmë polipektomi, që sa metoda kryet me kolonoskopi. Me këtë metodë s'munësh. Ne vetëm diagnostikojmë, po jo dhe intervenim. Mirë, po cilat janë ndoshta ato rastet më shpeshta, ose çka rezulton më shpeshti? E tash nëse veç po pyetje për patologji zorore, në shanal 2-3 sene për sindromet klinike në zor të holla, edhe shanal pastaj te gjetjet të tyre. Çka është zora holl? Zora është pjesë e traktit digestiv. Dy role kryesor ka. Ja me marr ushqimin me absorbu, ja me tet ushqimin. E tash, cilat janë simptomet kur smund pacientin? Ka dhimbje barku, ka barkëqitje, ka kapslëk, ka gjakderdhje. Këto janë 4-5 simptomet më me rëndësi fundamentale që ne bëjmë edhe kapsullën endoskopin. Pikërisht këto raste kur pacienti një kohë gjatë ka bërë gastrokolon, këto po zgjasin, po CT-ja dhe rezonanca nuk po tregojnë rezultatet, po, edhe pacienti nuk po tregohet, nuk po ka efekt terapia, s'ka efekt. Atëherë ne bëjmë kapsullën endoskopin, me zvolu, çka zvolem atë? Nëse është e skuqur, kjo quhet inflamacion, quhet enterit. Nëse është ngrymë vogël, quhet erozion. Nëse është defekt deri në 5 metra, quhet ulceracion. Merr shumë aty, me vërtet është metodë e mirë. Nëse është më i madh, mbi 5, është ulcer. Nëse është një dozor, një polip. Ose ta marr për shembull ka një angiodisplazion. Është një vogël i gjakut, ndaj mund të gjakdon ka pak. Pacienti vjen anemi, gjithmonë me preparatat të hekurit, a kur nuk u zbulu shkaktari i saj. Me këtë na kemi zbulu disa raste, kemi pas venektazione, zgjenime venoze, kemi pas angiodisplazione, kemi pas polipe, kemi pas divertikulum. Me këtë inxhinier në operacion dhe që sot janë. Po pas procesit, sa zgjat ndoshta deri tek trajtimi plot e çfarë do të thotë? Marrja dhe dalja. Marrja mund të bëhet për shembull nëse marret sot, zakonisht në 90% rasteve del për 2-3 ditë. Rrallë ka që mbetet në trakt gastrointestinal. Ne bëjmë leximin, zakonisht ky leximi neve na merr bukur kohë shumë. Mund të thonë që çdo kapsullë endoskopi mund merr një 6 orë.
minimumi 6 orë dhe me qenë mos me pas asnjë pacient me marrë 6 orë, për arsye se këtë ato imazhe duhet të shiku, këtë ato imazhe ku ka patologji të me i regjistru, pastaj ato me shiku edhe një herë 2 e 3 me konsultu me literaturë, çka e tek atëherë me dha mendimin çka kemi gjetë diagnozë dhe çfarë trajtimi duhet bëjë ai pacient. Prandaj bagji, për mjekun është bagji është e mundshme. Pra diagnoza gjetet do të thotë direkt nga doktori. Nga mjeku se. Ai mund ta shfrytëzojmë edhe inteligjencën artificiale në për këtë. Po shfrytëzimi i inteligjencës artificiale nga një njeri që s'është profesionist kishte më qenë edhe fatale. Prandaj po them gjithmonë na shfrytëzojmë inteligjencën artificiale, ne vjen animon shumë, po gjithmonë duke ditur përpara çka po bëhet te trupi, sepse nuk mund na mos këtë në artificiale. Se ka ndodh e shpjegon programi gabimisht një strukturë ose në lumen ose në mukozë atje, edhe ajo kishte më qenë pastaj krejt trajtimi i gabueshëm. Do të them, mjeku është ai që vlerëson, nëse profesionist do të pas trajnim posaçëm, do të mirë anatomin, fiziologjin, patologjin, patofiziologjin, farmakologjin, studie internistike, atëherë të më dhanë mendim kështu. Por nishe kështu me anë të disa me diagnoza që për një në qate, jo në AI të tjera, ato mund të jetë mira, nëse është në rregull. Po aty edhe mund të gabohet. Por ndryshe sepse informatat që kemi ne më në mënyrë kritike. Prandaj është aftësia për me bë mendim kritik. Nëse çdo informata që e marrim, se kemi marr në mënyrë kritike, me analizu, me gjithë edhe indikacionet, edhe kontraindikacionet, edhe efekte anësore, ne mund të bëjmë konkluzione të gabueshme, diagnozë të gabueshme, terapi të gabueshme dhe dëmtim pacientit. Prandaj po them këta bën profesionisti që ka krejt trajnimin e posaçëm, që ka specializimin e veçantë, që din me i trajtu, vërtet jo din me aspari me diagnostiku smundjet e zorëve, por natyrisht edhe me i trajtu ato, edhe me i përcjell ato, se nuk mund të vinë me anë terapi dhe shkojë te shtëpia. Ai nuk mund të ashtu, se pacienti vjen mbas 2 javë të smundje ka. Pastaj pas këtij rezultati ose zgjedhjen e diagnozës trajtohet po nga vet ju? Po natyrisht. Po ne caktojmë diagnozën, caktojmë tretën, nëse është smundje internistike, natyrisht gastroenterologjike, atë nëse është kirurgjike, që kemi pas 3 raste deri tash. Spaku kohëve të fundit, të raste kanë shkuar në kirurgji. Një ka pas një fistull, një ka pas një tumor, një ka pas një divertikulum. Të 3 raste kanë qenë shumë të rënda. Blej me fistull ka pas 3 operacione, por që sot është mirë. Okej. Unë kisha përmend edhe një djalë, ndoshta jo shumë, po 30 diçka vjeçar, ka pas një divertikulum. Edhe ai ka gjak der, divertikulumi vetëm 2-3 fjalë për të, sepse ndoshta s'kem kohë tash. Është një zgjenim i zorëve, aty mund të pezmatohet, mund të bëhet abscesi, mund të perforoj. Ai ka pas gjakderdhje. Vazhdimisht ka bë gastroskopi, 2 herë gastroskopi, 2 herë kolonoskopi, ka bë CT ekret ato, dhe në fund dikush do të një kapsullondoskopi. Neve na vjen, e bëjmë ato ekzaminet tona, ja indikojmë, vjen mëngjes e merr kapsullën e gëldit me ujë, dhe duke analizuar diku ka fundi, ka pjesa e poshtë me ileumit, diku ka 30-40 cm, dhe shohim një zgjenim, edhe dyshum në divertikulum, edhe caktohet diagnoza. Pastaj ajo është operu, që sot është një metodë e cila ka rëndësi edhe diagnostike, edhe për terapi jesh shumë i suksesshëm pastaj. Ose sheh për një smundet kron. Për shembull, të ke bën një kolonoskopi, zorën e holl nuk mund ta ka papat mjeku, atë ne bëjmë kapsullën, shpesh kemi zgjidhur edhe kron. Çka është kroni? Edhe kjo një 2 fjali, është një smundje kronike e zorëve, prek zorën e holl dhe zorën e trash, po për zorë të holl nuk mund vëret. Këta kemi pa hiperemi, ulceracione, ulqera, atë në kemi të shumë kronë, kemi bonës dhe tjera, kemi në terapin dhe ka qenë shumë e sukseshme dhe ka pështu pa operacion. Mirë po, saj do të janë të informuar pacientët për këtë lloj. Po, mëroj që këto televizioni juaj, ato reklamat që bërë marketingu, spitalet e më ka punon shumë në këtë drejtim, besoj që edhe juaj një mjaft aktiv, prandaj po them me këto emisionet e juaja që shikojnë masë, ne shpesh po them që një pacient me përfitu për këtij emisioni është bëll. Cili do qoftë ai? Pak me marrë një uritë me pas dini që ekziston vetëm një pacient, lënë më që këtu shikohet me miliona milionerë, po them ju jeni ata që e bëni reklamën e madhe, na mund ta bëjmë një reklamë në spital, mund të informojmë pacientët, po ju jeni ata që jeni në masë, sepse këtu ka mira miliona njerëz që shikojnë dhe mirë që shikojnë sepse marrin informata, dinë më shumë, marrin masa përmes me shfaq smundjen ose e zbulojnë herët smundjen. Si të zbulohet herët smundja, pasojat janë të vogla. Organi është i kompenzuar, pacienti kthehet jetës. Si të vjen pacienti vonë, pacienti dëmton organet, pacienti ka konsekwenca. Ai s'mund të punu, s'mund të shkon në punë, s'mund të prodhu, është i lidhur për shtrat, ka harxhime, është shtrajt rehabilitimi, është shtrajt operacioni, shkon sa çia ka shërbim. Prandaj po them, televizioni juaj ka masa vështirësi edhe preventive. Këto emisione që i bën janë për parandalu ose me zbulu herët. Të dy sanin këto. Prandaj edhe në mjeksi ne themi parimi i parë, sikur ky
ndërtesë që ka këtë themelin. Për një parë është primum non nxere, mos e dëmto. Prandaj edhe kapsula endoskopike besoj që është në këtë drejtim. Atëre, zotëri Sherifi, unë ju falenderoj shumë, po besoj që ishim të kjo artë për gjithë shikuesit në atë krejt që ka folëm. Shëndetet mira për juve edhe për pacientët, menoj që këto intervista përfitojnë, pra për këto intervistat përfitojnë pacientët që të zbulojnë herët smundjen dhe të kthehen jetës, familjes, punës, universiteteve, shkollave, kompanive ku punojnë. Edhe të keni jetë më shëndoshme.